përse Rama ju gënjen dhe ju thot do ju çojnë Bashkimin Evropian dhe bën 100% kundër atë që thot Bashkimi Evropian dhe është 100% kundër linjës gjeopolitike strategjike të Bashkimit Evropian. Pse Rama e luan këtë? Ky është treguesi i madh i dëshpërimit të Edi Ramës. Edi Rama është sot më i dëshpëruar se kurrë. Ndaj, ai po bën verbërisht atë që duket në pamje të parë si një akt pro-amerikan. Sepse Rama kurrë nuk ka qenë në administratën Trump. Rama ka qenë një lojtar i establishmentit të majt, produkt i George Sorosit dhe i establishmentit leftist të Ballkanit, i mbajtur në kontroll në lojën e tij Rama Vučić Vulin për llogari të interesave të Beogradit dhe të Rusisë, qoftë në raport me interesat kombëtare të Shqipërisë, qoftë në raport me interesat e Kosovës, të cilat ai nuk ka nguruar kurrë t'ia ngul fikën mbi shpinë. Atëherë ç'është ky qëndrimi i Ramës? Qëndrimi i Ramës është tentativa e tij e çdodiçme, e përditshme për të gjetur në oqeanin e madh të trazuar të lojës së kombeve nga një fije kashte ku të mbahet. Pikërisht. Shkon ngjitet tek barka e Donald Trumpit për të treguar që është një amerikanist i palëkundur, ndërkohë që ai po bën tërësisht të kundërtën me interesat gjeostrategjike të Shqipërisë këtu në rajonin e Ballkanit. Përse po e bën këtë? Po e bën sepse ai e di që sapo të qetësohen pak ujërat dhe sapo të krijohet një hapësirë e vogël, ai e di shumë mirë se gjermanët dhe austriakët nuk do ta mëshirojnë. Dhe ndaj po bën gjithçka që të futet në mbrojtjen e Donald Trumpit. Por ai nuk e kupton një gjë. Dhe ata që e kanë këshilluar ja kanë thënë gabim Edi Ramës. Edi Rama nuk po kupton një gjë shumë të rëndësishme. Donald Trump nuk ka aleat të përjetshëm, siç ka dhe politika. Donald Trump nuk ka për ta falë Edi Ramën. Edhe nëse vazhdon, edhe nëse nuk vazhdon lufta, edhe nëse Donald Trump vazhdon në Shtëpinë e Bardhë, edhe nëse nuk vazhdon në Shtëpinë e Bardhë. Ai nuk ka për ta falur. Prandaj Rama është i trembur nga goditja gjermane dhe nga goditja e Europës dhe po tenton të ngjitet me çdo çmim tek barka e Trumpit. Dhe këtë po e bën duke e nxjerrë Shqipërinë në vijën e parë të frontit të luftës. Rama është duke i thënë Washingtonit ne jemi këtu, na përdorni. Por ndërsa ne bëjmë herojin antiterror, Berlini është duke vënë veto. Gjermania thot jo negociatave të Shqipërisë. Rama bën herojin për të ngjitur tek barka e Donald Trumpit, Berlini del me deklarat nuk ka integrim për Shqipërinë. Sa herë, sa natë, a ka një natë që unë nuk ju a kam thënë, unë Kreshnik Osmani. A ka një natë që ka kaluar, pa u a thënë unë ju, dhe pa ju treguar unë ju, se Edi Rama e ka një gënjeshtër të madhe Bashkimin Evropian, nuk ka Bashkimi Evropian. Sepse Bashkimi Evropian nuk e di vetë se ku do të jetë. Bashkimi Evropian nuk e di vetë a do të ekzistojë më. Bashkimi Evropian nuk e di ku e ka kokën. Nuk e di a do të jetë më. Nuk e di a do të ketë më mundësi të ekzistojë. Rama po luan me kohën dhe po kapet në çdo fije barke. Tani, në mesin e luftës, ai nxjerr shqiptarët në ballore. Sepse e din shumë mirë amerikanët, e di mirë edhe Edi Rama, dhe Edi Rama e di shumë mirë që unë e di, dhe unë e di që Edi e di, dhe amerikanët e din që ne e dim, dhe ne e dim që amerikanët e din. Ne e dim shumë mirë si i ka përcjell Edi Rama iranianët nga Tirana kur u nisën që u tha largohuni nga Shqipëria, si i ka përcjell deri në Beograd. Rama e di shumë mirë që amerikanët e din. A ecin më këto historit me anti-iranian? Nuk ecin me askund që Rama është anti-iranian. Është një prallë e madhe. Sepse Edi Rama ka bërë poza dashurie këtu në Tiranë edhe në Beirut me njerëzit e Hezbollahve, atëherë dhe njerëzit e Iranit, atëherë kur shkonte me
ndërmjetësit libanez për të kërkuar shqiptarët e kampet e Al-Holit. Ne i dim pozat, Rama e di që ne i dim, ne e dim që Rama e di, dhe këto teatrot që bën, Gjoja Sikur është anti-iranian, këto janë përralla të cilat i shet për budallëjt këtu, dhe i shet për bagtim, për atë pjesë të shqiptarëve cila nuk kupton se çfarë ndodh. Ramës t'i kërkojnë amerikanët tani, bëj deklarat, moho kombin tat, moho shtetin tat, moho Europën, moho gjithçka, Rama do ta bëj. Do të bëj gjithçka. Dhe ky nëse është tregues i një gjë shumë të rëndësishme. Sa vështirë e ka situatën e Rama. E kuptuat pse nuk është shenjë force kjo. Pra Rama i merr shqiptarët dhe i nxjerr në frontin e parë të luftës. Sepse Rama mezi po pret që t'i vijë një raketë balistike nga Irani. Prandaj Edi Rama ka nxjerrë natë për natë tek të gjitha televizionet shqiptare njerëz të cilët i thonë shqiptarëve do të na godas Irani. E dini pse e bën këtë? Edi Rama mezi pret që Irani t'i çojë ja 5 raketa balistike këtu në Tiranë. S'ka rëndësi ku bin. Por anë me një pallat vdesin disa njerëz, nuk ka asnjë lloj problemi. Aq më mirë për të. Sepse ai do të dalë hero përballë administratës Trump dhe përballë administratës Rubio, dhe ai do të dalë hero përballë Benjamin Netanyahus në Tel Aviv, i cili ka lobuar në Washington. Prandaj marketingu më i madh që mund t'i bëjë Rama vetes sot është me njëherë pas shpalljes së Iranit financues terrorizmit dhe të Hezbollahve, Edi Rama thot inshallah po nisni ja 2 raketa balistike Irani këtu, që unë të jem në luftë me Iranin. Sepse ai e di mirë që amerikanët i kanë të gjitha dosjet dhe i din mirë se kush është me kë. Fatkeqësisht nuk bie në parlament. Do bike hallexhit vllai im. Fatkeqësisht nuk bie në parlament. Edi Rama e ëndërron me shpirt që Irani të bëj sulme. Prandaj po e provokon Iranin sot. Prandaj miq të dashur, ishte i njëjti Rama i cili me ndërmjetësit e tij shkoi kërkoi ndihmë tek Irani dhe tek njerëzit e Iranit në Liban. Ai e di që kush janë ata, sepse i ka pas dhe këtu në Tiranë, i ka dekoruar. Shkoi tek njerëzit e Iranit, do të thoni ju ka shku me miratimin e amerikanëve. Pak rëndësi ka. Amerikanët e din shumë mirë me kë është secili. Sidomos kush është politikan. Prandaj Rama sot është hedhë në sulm kundër Iranit në mënyrë që të ëndërrojë që Irani të merret me Shqipërinë, dhe pikërisht tani që i kanë marrur raketat balistike Iranit, po ka raketa tjera në Iran, dhe prandaj i nxjerr të gjithë njerëzit e tij në përmbrëmje nëpër televizionet e oligarkëve të tij, që i thon shqiptarëve Irani do godasi Shqipërinë. Sinjali dhe kodi është për Iranin, po deshët të më shpëtoni, unë jam drejt fundit tim. Çoni një raketë balistike këtu në Shqipëri. Dhe ai e di shumë mirë që Irani mund ta godasë Shqipërinë dhe ka raketa për ta goditur Shqipërinë. Dhe ai e di shumë mirë që Irani nuk do ta godasë Shqipërinë. Dhe ai e di shumë mirë që Irani nuk do t'ja bëjë atij këtë dhuratë. E kuptoni çfarë luhet nga mbrapa. Edi Rama don vetëm një gjë, të shpëtojë ai me nderën e vet. Të shpëtojë skapamenton e vet. Rama tha unë do t'i bi Iranit, inshallah na hedh një raketë balistike kënej, edhe i themi amerikanëve ne jemi viktima. Direkt solidaritet të plot Washingtoni. Ai është gati me hull gjysmën e pallateve të Tiranës, vetëm t'i vi Marco Rubio të atakoj bashkë me Donald Trumpin. Edhe t'i thot my friend Edi, sepse është makiavelist. Është pa princip, është pa moral, është pa kode. Nuk do me dita i se çfarë janë interesat e Shqipërisë dhe shqiptarë. Unë besoj që Irani nuk e haktë, sa do që të nxjerrë Rama njerëzit e tij dhe të Iranit nëpër televizion thonë do godasi Irani natë për natë Shqipërinë. Irani mundet të godas Shqipërinë, do t'ju them unë një rast vetëm nëse Irani do godas Shqipërinë. Unë nuk besoj që do ta bëj, sepse unë i njoh
me rrojnë e me dhëmbal Iranin dhe iranianët, Arabin dhe Arabët, Turqin dhe Turqit, Amerikën dhe Amerikanët. Me rrojnë dhe me dhëmbal i njof. Irani mundet të godas Shqipërinë vetëm në një rast. Në qoftë se kanë marrëdhënie me Edi Ramën aq të ngushta dhe me establishmentin majtist në Amerikë, dhe për të mbrojtur Ramën strategjikisht mund ta shndërrojnë atë në një hero të Ballkanit, duke e çuar Ramën si triumfator tek Donald Trumpi. Një raket iraniane në trojet shqiptare do të ishte një triumf për Edi Ramën dhe shtëpi dhe një bilet e Edi Ramës për në shtëpinë e bardhë tek Donald Trumpi si viktima e parë e terrorizmit iranian dhe Hezbollah. E pat si luhet loja. Jo vetëm që Irani nuk ka fuqi në këtë moment, sepse është shumë i angazhuar në lojën e lindjes mesme dhe po i ruan raketat kështu me pikatore. Por Rama po futet fuqimisht me provokim për t'i çuar mesazh Iranit që ma bëj një dhuratë. Unë të provokova, ti duhet më sulmosh tani. Se këto sulmet kibernetike i sajojnë këta, si të duan këta. Ditë për ditë mund të thonë që kishim sulme kibernetike nga Irani. Këtë se merrni do të vesh. As ju, as unë. Por unë po ju them që çështja e raketave balistike është shumë më komplekse. A dini pse? Nëse Rama dhe shteti ynë mund të deklarojnë çdo ditë që po na sulmon Irani me sulme kibernetike, këtë e zbulojnë agjencitë amerikane, agjencitë e inteligjencës, e zbulon agjencitë izraelite, e verifikojnë kollaj. Ka patur apo nuk ka patur sulme kibernetike. Por populli nuk e kupton. As ju, as unë, nuk e verifikojmë dot nëse Irani ka bërë sulme kibernetike apo jo. Këtë e verifikojnë vetëm amerikanët, izraelitët apo shërbimet partnere europiane. Ndërsa një raket balistike nga Irani, e cila bie diku në Tiranë apo në Durrës apo tek afërsitë e kampit të mujahidinëve atje në Mamina, sa ku është kampi, një dhuratë e tillë do të ishte një dhuratë prej ari për Edi Ramën. Por ja, ai vazhdon të jetë kryeministër i një populli i cili lutet në internet dhe thotë t'i japim koordinatat e atij. Unë nuk do t'isha dhe nuk do të pranoja t'isha kryeministër në një vend ku gjysma e popullit lutet natë ditë në rrjetet sociale dhe kërkon vdekjen time. Unë nuk do ta pranoja kur të isha kryeministër i një populli që lutet natën dhe ditën që të mbi avioni, që të mbi kanceri, që të mbi smunja, të mbi flama, apo të mbi aeroplani, apo të mbi raketa balistike. Enough is enough. Mjaft është mjaft. E pe që populli po të mallkon, vazhdoni, inshallah ju art në një më i mirë se unë, miru pafshim. Nuk është çështja tek mallkimi. Çështja është kur lutet një popull i tërë, të të bjerë aeroplani, të të binë raketat e Iranit, të të bjerë kanceri. Edi Rama është duke u shndërruar automatikisht sot në një bazë ushtarake. Në fakt, Europa i mbylli derën sot me Gjermaninë. Duam reforma, nuk duam akrobaci gjeopolitike. I ka thënë Europa në kor Edi Ramës sot. Dhe këtu na lind një pyetje tjetër shumë e rëndësishme. A rrezikohet Shqipëria nga ky rreshtim kaq i hapur i Edi Ramës sot kundër Iranit? Tashmë të bëjmë një përgjigje racionale, të ftohtë, të akut. Rreziku është real dhe i menjëhershëm. Duke i shpallur zyrtarisht terrorist, Shqipëria sapo e ka kthyer vendin në një tabelë qitje. Mos harroni sulmet kibernetike që na paralizuan komplet, sipas dëshmisë së amerikanëve. Unë këta nuk i besoj. Dolën ata thanë që po kanë bërë, dhe ata i besojnë. Këta nuk i besoj. Këta janë mashtrues, janë gënjeshtar 99. Ata gënjejnë, po gënjejnë për të mbrojtur kombet e veta dhe interesat e tyre.
Ky është ndryshimi ndërmjet vendeve të perëndimit dhe vendeve që drejtohen nga zuzar antikombëtar. Perëndimi, thot dikush, një gazetar i famshëm, botëror, perëndimi është gati të mashtrojë dhe të rrejë gjithë botën për të mbrojtur interesat e kombit vet. Kurse zagarët e shitur në lindje apo në perëndim janë gati me rrejt nga mëngjesi deri në darkë popullin e vet për t'i bërë qefin ndërkombëtar. Ky është ndryshimi ndërmjet atyre. Tani, me këtë rezolut që ka bërë Edi Rama sot, ne kemi djegur përfundimisht çdo kanal diplomatik. Nëse Irani kërkon një vend ku të hakmerret ndaj interesave amerikane, pa e prekur drejt për së drejti tokën e SBA-ve për te Oqeanit Atlantik, Shqipëria është objektivi më i lehtë që ka për ta bërë dhe për ta goditur interesin amerikan. Edi Rama nuk po luan për Amerikën, miq. Edi Rama po luan bixhoz me sigurinë kombëtare të Shqipërisë për të blerë mbështetje politike në Pentagon dhe në Washington, tashmë që qëriri i Kandilit i ka përfunduar dhe tashmë që Gjermania ja ka bërë ben bashkë me aleatët e saj këtu në Europë dhe i është qepur hap pas hapi, minutë pas minutë.